Informacion: duke filluar nga data 1 prill 2025, qytetarët shqiptar do të kenë mundësinë të lëvizin drejt Maqedonisë së Veriut me policën e sigurimit karton jeshil me afat 1 vjeçar, me çmim të reduktuar prej €50. Kjo është masa e dytë që ndërmerret në një hark të shkurtër kohor për lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve shqiptar drejt vendeve kufitare. Pas hyrjes në fuqi më 1 shkurt 2025 të policës së sigurimit karton jeshil 1 vjeçar me malin e zi, autoriteti i mbikëqyrjes financiare në kuadër të zbatimit të rekomandimeve të Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, CEFTA, për lehtësimin e lëvizjes ndërkufitare. Ka bashkëpunuar ngushtë me Byron Shqiptare të Sigurimit (BSHS) për të lehtësuar lëvizjen e autoveturave me targa shqiptare drejt vendeve kufitare, bazuar në vendimin e Byros Shqiptare të Sigurimeve (BSHS). Qytetarët shqiptar mund të pajisen tashmë në të gjitha pikat e shitjes së shoqërive të sigurimit me policën e sigurimit karton jeshil për autovetura me vlefshmëri 12 mujore, me çmim €50, e cila mbulon territorin e Maqedonisë së Veriut. Ky vendim mbështet lëvizjen e qytetarëve duke ulur kostot dhe nxitur shkëmbimet ekonomike me fqinjin ton juglindor. Shoqëritë e sigurimit do të ofrojnë në të gjitha pikat e shitjes policën e sigurimit karton jeshil për autovetura me afat vlefshmërie 1 vjeçar për Maqedoninë e Veriut. Për malin e zi, si dhe do të vijojnë të ofrojnë edhe kartonin jeshil me afat vlefshmërie 15 vditor me çmim €15. Kartoni jeshil është një dokument sigurimi ndërkombëtar që mbulon përgjegjësinë e drejtuesve të mjeteve me targa shqiptare në rast aksidenti gjatë qarkullimit jashtë territorit të vendit.